Mirëmbrëma. I keni parë lajmet? Sa krime kishte sot? Dhe e dini cili mungoj? Krimi që e bëjmë për ditë. Atë nuk e merr kamera, nuk del në përlajme, nuk e shkruajnë në titra poshtë ekraneve. Braktisja e pleqjve. Gjyshrit tanë. Ata që i kanë bjetuar komunizmit, varfërisë, edhe vitit 97, po humbin betejën e vetme që s'kan ditur kur si ta luftojnë. Braktisjen. Kur na pyesin si e ke plagën, si i ke plagun, vazhdojmë i rreshtojmë sëmundjet. Po ka i qik tension, po nuk është mirë, po i qik me diabet, po i qik artrit. Dhe nuk e kuptuam kur që sëmundja më e madhe e të gjithë prindërve tanë të moshuar është vetmia. Kërcitëm i ikëm në Gjermani, në Itali, në Amerikë, pa tjetër për një jetë mirë, por ata i lam pas në hallin e vetë. Dhe fillimisht tentuam t'i gënjejmë në Skype, një herë një javë, hap Skype-in, po të shof, po t'ja po më shef. Shive sa të shritur nipi, miru pafshim se kena punë. Pastaj, Skype u mbyll. U hap chat GPT-ja. Një ditë do t'i themi chat GPT-s, ma shkruaj mesazh për plakun që kam lënë atje në fshat se s'kam kohë. Shqiptari i sotëm e ka braktisur sistemin e 3 brezave në një çati. Se ne sot i duam shërbimet e prindërve, po pa prindrit vërdall. I duam dhe shërbimet e gjyshërve, po pa gjyshrit vërdall. Ju, sikurse dhe mua, gjyshja na ka rritur me pralla, me lule dele. Dhe fëmijët tanë po rriten me celular në dorë se gjyshin e kemi zëvendësuar me aplikacione në smartphone. Dhe ky fëmijë nesër do bëhet ai burri 50 vjeçar që do na plas dhe neve në një azil për pleq. Dhe të mos bëhemi karagjoz me këtë punën e të qenit politikisht korrekt. Jo po duhet i quajmë të moshuar, jo po ofendohen po t'u themi pleq, thirrini si doni, por mos i plasni në azile. Azilet e pleqve. Dhe ç'është e vërteta, përpiqemi të gjejmë azilet më shtrejta se nuk i kursejmë legët për këtë gjë. Duam që të qetësojmë ndërgjegjen, sa do të bukura të duken këto azilet, që për të mos u ndjerë keq i quajmë shtëpitë të moshuarve apo shtëpitë e pritjes. Për ta janë thjesht burgje luksoze, burgje me çarçaf të pastër, burgje ku fëmijët shfaqen për vizitë vetëm një herë në gusht dhe një herë për vitri, kur vinë për pushime në Shqipëri. Dhe kur gjyshrit na ikin, kujtohemi të bëjmë një postim prekës në Facebook apo në Instagram. Po për ty, kush do postoj? Se ky brez i rritur pa gjyshër, i rritur me YouTube, me Instagram, me TikTok, kur vi radha jon do e zgjidh thjesht si që bën kur fshin një aplikacion. Gjyshrit tani kanë bjetuar gjithë shkaje, por jo neve, jo braktisje son, dhe ky është dënimi më i rëndë që mund t'u japim.